Dje jam thiri një klient që kishte shumë biznese të ndryshëm, po e ndike që rruga ju kishë mbyll për shumë gjëra. Do me thonë, kishte shumë biznese, po nuk i eske. Nuk i eske. Edhe shumë shpejt e vrejta që ishte puna e mallkimit të ky klienti. Edhe e pyeta, thasha, a ki vllazën? Mota, tha po. Thash, qysh e kanë punën ata? A kanë edhe kështu të bloku me punën sikur ti? Dhe më tregoj që e ndiva që diçka ka edhe aty. Edhe ma merr mendjen si raste kur ka shumë antar të familjes që nuk janë bashkë mirë, ose kanë divorce, ose kanë probleme financiare, ose do të thonë shumë antar të familjes nuk e qojnë mirë, atër mundet me qenë shumë shpesh është puna e mallkimit, që dikush e ka mallku familjarisht edhe ajo ka shku në trashëgim. Edhe kisha dyshime, kur ja nisi me folaj për familje tjetër, atër e vrejta që mundet me qenë që është mallkimi familjar dhe është si trashëgim. Edhe propozova, thash, në qëse dënë me prish këtë blokimin, atër i him një punës, po për me rrit biznesin, atër i him një punës tjetër. Tash përveç rritjes të biznesit, ky mishteria e kishte edhe pak probleme edhe financiare, po ma shumë familjare. Edhe propozova, edhe e shkrujtëm një listë zbashku për këta qëllimet që i kishte, përveç për mi qelë rrugët që i kishte të blokume, e kishte edhe mbrojtje për zilis. Vullneti nuk i kish bashkë mirë, ngritjen biznesis e thash, edhe i kishte 3 fëmijë, ndike vetën që i kishte një farë ftohtësie me këta fëmijët, nuk ishin bashkë të afërm, nuk i kishin këtë relacionit të nxehtë me fëmijë. E kështu që kjo qëllimet ishin shumë të qarta për krijesën e kësaj byzylykut, edhe i zgjodha këta ngjyrat që janë për këtë byzylykun, edhe shkojmë tash. Ja nisem me një bismillah, edhe të shofim qysh pja dalem. Qështu, o kry kjo, tash është ngati për dargesë. Nesër kismet, ku me dërgu, edhe inshallah, mërzat, i bëhet hajr. I bën hajr edhe i kryen punë sipas dëshira tina.